Midis të krishterëve, ka njerëz si ky, që do të përshkruaj tani. Ata e quajnë veten të krishterë, por ata e përcaktojnë veten nga vlerësimi shoqëror i të tjerëve. Domethënë, ata e përcaktojnë dhe e vlerësojnë veten në të njëjtën mënyrë si jo të krishterët. Çfarë lloj njerëzish janë këta? Ne i quajmë këta njerëz hipokrit. Bibla përmend skribët dhe farisenjt si hipokrit përfaqësues. Mirë ju, skrib dhe farisenj hipokrit, sepse u ngjani varreve të lyera me gëlqere, që nga jashtë duken të bukur, por brenda janë plot me eshtra të vdekurish dhe gjithfar papastërtish. Çfarë kanë të përbashkët këta njerëz? Hipokritët kanë një gjë të përbashkët. Ata nuk mund ta gjejnë veten para Perëndisë. Çfarë do të thotë të gjesh veten para Perëndisë? Dhe Simoni, duke u përgjigjer, i tha: Mjeshtër, u munduam gjithë natën dhe nuk zum asgjë, por mbi fjalën tënde do ta hedh rjetën. Dhe, si bën kështu, zun një sasi të madhe peshku dhe rjeta e tyre po shyhej. Atëherë u bën shenjë shokëve të tyre, që ishin në barkën tjetër, që të vinin e t'i ndihmonin. Dhe ata erdhën dhe i mbushën të dy barkat aq sa gati po fundoseshin. Simon Pietri, kur pa këtë, i ra ndër gjuni Jezusit dhe i tha: Zot, largohu prej meje, sepse jam njeri mëkatar. Sepse Pietri dhe të gjithë ata që ishin me të, habiteshin për shkak të gjahut të peshkut që kishin zënë. E njëjta gjë u ngjau edhe Jakobit dhe Gjonit, bijve të Zebedeut, që ishin shok të Simonit. Atëherë Jezusi i tha Simonit: Mos ki frikë, tani e tutje ti do të peshkosh njerëz. Pastaj ata, si nxorën në breg barkat, lanë çdo gjë dhe e ndoshën.